Çka po të intereson shumë mendimet e njerëzve për ty? Çka po interesoj? Pse e ke fokusin çka të madh, çka mendojnë njerëz për mua? Pse? Pse e ke çka çgajle, çka mendojnë njerëz për ty, do të thonë, në shoqërinë tonë? Pse i të prish veprën tonë për njerëzit çka mendojnë se ti të bëni punë ose si të bëni punë? Pse çka ne e lodhna vetëm për mendimet e njerëzve, se kuptoj. Pse ne non stop kena, do të thonë, fokus, çka tha për mua dhe e ngoj me shumë vëmendje? Pse? Funit, nëse Allah Azza wa Jall e di se ti je rob i mirë, pasha Allahit të çdo njeri ka mbjell dashurinë për ty. Nëse Allahu Azza wa Jall e di që ti je rob, që këtë punë ti bën për Allah, e ke sinqeritetin në nivel, Allah Azza wa Jall dashninë e këtë njerëz e ka mështi për ty, hiç ti pa tani për njerëzit që ka folin ose çka mendojnë për ty. Do të thonë kjo është dëshmi, çka thon Allahu Azza wa Jall, hadithi i madh i Xhibrilit alayhis salam që e thirr Xhibrilin edhe i tregon, unë ana uhibbu filanan, unë du filanin, edhe ti duje, edhe i Xhibrili e do, edhe i thot këtë me laçë me dashje, me laçë të vinte njerëz dhe inspiroj njerëz me dash filanin. Thon Allah Azza wa Jall ti lufton me arrit kënaqësinë e Allahut, me veprat që i bën veç për Allah, me dashnin e Allahu Azza wa Jall, me dëshmuti e Allahut Azza wa Jall që veç për Allahin i bën punë, masi Allah Azza wa Jall ta çel terrenin. Mos lufto për njerëzit. Mos lufto asnjëherë. Mos mendo se nuk ka shanca teorike as praktike me pat këtë njerëz të mendim të mirë për ty. Këtë ta haroni sot e 1 miliard vjet. Nuk mundet, është e pamundur këtë njerëz me pat mendim, do të thonë, pozitiv për ty. Parando për pejgamberin alayhis salatu wasalam, këtë njerëzimi s'ka mendim pozitiv. Kush jam unë me pat këtë mendim pozitiv për mua? Kush jam? Unë jam një hiç në këtë dunjë. Thonë mu krahasu me kanë ato gjeneratat e arta. Thonë neli me kuptoj realitetin tonë, musliman. Nale dhe kuptoj, shka nëse njerëzit kanë mendim negativ, shka? A gjendën e keqe, vallahi kur gjozë. Ti jetoje jetën për Allahun Azza wa Jall. Mos i ke gale shumë për njerëzit që mendojnë njerëzit për ty.